Revista shkencore kulturore Univers, numër 8, viti 2006. Artikull nga Klotilda Gërmau. Gjakmarrja nga plagët e shoqërisë sonë. Droga, alkooli, prostitucioni, gjakmarrja janë fenomenet që ndeshen më shumë në shoqërinë moderne, të cilat janë sëmundje të lidhura me natyrën e njeriut si individ. Njeriu është një qenie biosociale komplikuar, tek ai shfaqen ndjenja të shumta, të dashurisë, humanizmit, të së bukurës, por herë shfaqet edhe ndonjë ndjenje egër që mund të sjellë një sërrje dhojash negative, urrejtje, zemërim dhe hakmarrje. Në periudhën e tranzicionit, mes të tjerash, u rishfaq dukshëm nëpër masa tepër shqetësuese një ndjenje egër primitive e cila në mjaft raste nuk përfill as të drejtën zakonore ku është sankcionuar. Është fjala për hakmarrjen dhe zhvillimin më të lartë të saj, gjakmarrjen. Vizioni i hakmarrjes është i gjerë, duke përfshirë sfera të ndryshme, të dukshme dhe të padukshme. Hakmarrja përfshin jo vetëm fushën sociale, por edhe atë politike, ekonomike, madje duke u futur në të gjitha shtresat e shoqërisë. Aspekti në të cilin jam dalur në trajtimin e kësaj plagë të shoqërisë sonë është ai social. Ndryshimet ekonomike dhe sociale që ndodhen në vendin tonë pas vitit 1990 patën ndikime pozitive, por u shndërruan edhe me dukuri negative në jetën e shoqërisë dhe në veçanti në atë të rinisë. Një ndër ato është droga, e cila ka filluar të përhap metastazat edhe në Shqipëri. Milionat e rinj sot veprojnë duke injektuar, gëlltitur, thithur me hund dhe duke tymosur që nga kokaina e deri tek marijuana. Grupi moshor më i ekspozuar ndaj këtij rreziku janë të rinjtë e moshës 15-25 vjeç. Tregu i shpërndarjes së drogës është tregu me fitimet më të larta. Këto substanca që vite më parë janë përdorur në mjekësi dhe për qëllime mjekësore, tani gjenden kudo si substanca që qarkullojnë në përdorim të fshehtë në publik. Gjakmarrja dhe efektet e saj në shoqëri dhe situata konfliktuale. Gjakmarrja si një institucion tradicional i jetës së shqiptarëve nuk është më një relike apo një institucion i së kaluarës. Disa rrethana të zhvillimit ekonomik, shoqëror, kulturor dhe politik të vendit gjatë dekadës së fundit e kanë vendosur gjakmarrjen në një kontekst të ri social. Gjendja gjatë 10 vjetëve të fundit ka arritur në një pikë të tillë sa që vdekja po ulëret me breshëri të gjitha armëve gati çdo ditë, duke mbushur pafundësisht kronikën e zezë së shtypit. Kjo bëhet më cinike kur rreth 8 vjet më parë gjykata kushtetuese mori vendimin historik që shpalli dënimin me vdekje si të papajtueshëm me Konventën Evropiane të drejtave të njeriut dhe me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vitit 1998. Ne jemi të ndërgjegjshëm se ka pasur periudha kohe gjatë 10 viteve të fundit që shteti është shembur apo ka qenë formal, duke mundësuar kalimin e armëve pa asnjë kontroll në duart e individëve të cilët për motive nga më banalet, nga vetgjyqësia, përfitim pronash, trafik femrash dhe drogësh, kaluan në hakmarrje dhe gjakmarrje. Vrasjet janë krime të rënda që prekin të drejtën për të jetuar, si e drejta më themelore e njeriut, e mbrojtur në Deklaratën Universale të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, në Konventën Evropiane dhe në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Pikërisht se vrasjet janë plagë e rëndë shoqërore që nga lashtësia kanë tërhequr vëmendjen e filozofëve, shkrimtarëve, sociologëve, juristëve dhe mendimtarëve të tjerë. Për gjakmarrjen në Shqipëri, e cila ka shuar familje të tëra, kanë shkruar shumë autorë të huaj dhe sidomos albanologët e njohur si Nopça, Durrami e të tjerë. Me këtë problem të rëndësishëm janë marrë edhe rilinda si tanë të mëdhenj si Frashëri, Vasa, Jubani, Vreto, Drenova e të tjerë, e deri në ditët tona shkrimtari i njohur Ismail Kadare, si dhe mjaft njerëz të punës në Shqipëri dhe në Kosovë. Studiuesit shqiptar në Shqipëri dhe në Kosovë nisën nga teza themelore se vrasjet për gjakmarrje janë fenomene patriarkale historiko-shoqërore. Në kohët e lashta, në formacionet parashtetërore, gjakmarrja ishte mjeti vetëmbrojtjes. Në rendin patriarkal fisnor mori përhapje të gjerë, ndërsa në mesjet filloi të kufizohej sipas parimit sy për sy e dhëmb për dhëmb. Ky proces vazhdoi në shekujt e mëvonshëm deri në zhdukjen e plotë të saj. Vrasjet për gjakmarrje nuk kanë qenë vetëm fenomen shqiptar, por kanë pasur karakter ndërkombëtar. Ato kanë ekzistuar në kohë të ndryshme në vende të tjera të botës. Gjithashtu, ku mund të përmendim Azin, Arabin, Hebrejt, Gjermanët, Slavët në Kaukaz, Korsik dhe diku tjetër. Diku ato janë zhdukur më herët e diku më vonë.
Veçoria e Shqipërisë qëndron në faktin se vrasjet për gjakmarrje vazhduan dhe vazhdojnë në disa zona më gjatë për shkaqe të brendshme dhe të jashtme, objektive dhe subjektive. Ndër këto më kryesoret janë ekzistenca për shumë shekuj e marrëdhënieve patriarkale ofisnore, organizimi vetë qeverisës, krijimi më shumë vonesi i shtetit të pavarur shqiptar, prapambetja e përgjithshme social-ekonomike, arsimore dhe kulturore, forca e madhe e mendësive të së kaluarës si dhe pushtimet e gjata të huajve. Mendimtarë shqiptar mbështetur në përvojën shekullore të popullit shqiptar kundërshtojnë me të drejtë si të pabazuar pikpamjen e tyre autorëve të huaj, të cilët shprehen se gjakmarrja gjoja është veçori biologjike, racore e shqiptarëve. Gjakmarrja është dukuri sociale që ka një fillim e një mbarim dhe nuk është fatalisht e pashmangshme. Kufizimi i gjakmarrjes shihet qartë në të drejtën zakonore penale të shqiptarëve, në kanunet mesjetare. Kështu për shembull në kanunin e Leg Dukajgjinit parashikohet rregulli se vetëm dorasi binte në gjak, gjak për gjak, gjaku shkon për gisht. Ky rregull është shprehur edhe në kanunin e Skënderbeut, në kanunin e Labërisë dhe në kanunet vendore. Gjithashtu në kanune parashikohej në vend të vrasjes për gjakmarrje shpërblimi i gjakut. Në parathënien e kanunit të Leg Dukajgjinit, Argjergj Fishta thoshte se vrasja sipas kanunit dënohej, por duke mos pasur shtete e gjyqe, i liej shteg vetë gjynjësisë. Gjakmarrjes individuale si mjet i vetëmbrojtjes. Çiktej Fishta nxjerr konkluzionin se është gabim të thuhet që të marrurit e gjakut shënon barbarinë e kombit shqiptar, por buron nga dondorje që nuk varen prej shpirtit të këtij kombi, por prej organizimit shoqëror të tij. Ajo që vlen për të theksuar është se kanuni jep mjaft raste që nxisin vetëpërmbajtjen. Rol të madh në mbrojtjen e jetës së njeriu dhe në kufizimin e gjakmarrjes në të kaluarën ka luajtur Instituti i Besës dhe i Ndorjes, si bazë ndërmjetësimit të pajtimit të beslidhjes kolektive në kuvende tradicionale nga jugu në veri e deri në Kosovë Maltëzi. Faktet historike tregojnë se gjakmarrja në Shqipëri në kushtet e ekzistencës së shtetit të së drejtës pozitive ka shkuar vazhdimisht drejt kufizimit dhe zhdukjes në pjesën më të madhe të vendit. Me kalimin nga shteti totalitar në demokracinë pluraliste në vitet 90 u rishfaqën vrasjet për gjakmarrje në disa zona të Shqipërisë veriore dhe verilindore. Në këto vite u shfaqi dukuri e re sociale sepse vrasje për gjakmarrje u kryen jo vetëm në Shqipërinë veriore dhe verilindore, por edhe në Fier, Berat e Vlorë, ku ato ishin zhdukur para disa dekadash. Kusht tjetër favorizues ishte moszbulimi dhe moskapja në kohë të gjithë fajtorëve nga policia, hetimi i mangët dhe jo objektiv i çështjeve nga prokuroria, dhënia e dënimeve të buta ose e pafajësisë, si dhe lirimi para kohe me kusht, jashtë kritereve ligjore nga gjykata. Aty ku nuk funksionon mirë shteti dhe ligji, vepron vetë gjyqësia dhe kanuni. Nuk duhet nënvlerësuar dhe aspekti psikologjik, veprimi i emocioneve, i natit, i sedrës së smur, i fyerjes. Shqiptarin e karakterizon dëshmëria, ai nuk e duron dot fjalën e vrajshë dhe të rëndë. Këto ofendime përcillen nga njerëz të ndryshëm në mënyra të ndryshme, disa i përgjigjen me të butë dhe njerëzisht, sikur nuk ka ndodhur asgjë. Tek disa të tjerë përgjigjja është e hidhur deri në ekstrem. Madje disa janë detyruar të marrin edhe udhët e kurbetit për t'i shpëtuar plumbit të gjakmarrësit. Prandaj është shumë e rëndësishme njohja e etnopsikikës së njerëzve. Kanuni ndërmjet traditës dhe modernitetit. Sipas grup moshave, rezulton se mosha mesatare e autorëve të vrasjeve për gjakmarrje është 26 deri në 40 vjeç, pa përjashtuar ndonjë rast si ai një minoreneje 13 vjeçare nga Laçi që vrau gjaksin e babës. Pikërisht se shumica e autorëve të vrasjeve janë të moshave të reja, nuk i njohin dhe nuk i kryejnë vrasjet në ndikimin e kanunit, por nxiten nga të tjerët, se jo rrallë opinioni referohet kanunit. Në praktik bëren shmangje të mëdha nga kanuni se vriten të mitur, vriten pleq ose krejt familja. Shmangje të mëdha të kanunit ka sidomos në ngujim, ka që detyrohen të braktisin shkollën. Dihet se në fushën e gjakmarrjes vlen të parimi i njohur dhe i patundur 1 për 1. Pra, më ke vrarë një mashkull, kam të drejtë të vras një mashkull. Në ditët tona ndodh rëndom që për një të vriten 2, 3 e më tepër, meshkuj, femra të mitur dhe të rritur. Sipas kanunit, mjeti i lishëm i gjakmarrjes ishte arma e zjarrit, zakonisht pushka e shkurtër ose e gjatë. Në ditët tona nuk ka ndonjë kufizim, mund të përdoret arma e zjarrit, thika dhe shpesh edhe eksplozivi. Rastet e ngujimit të fëmijëve nga një herë dhe të grave janë një tjetër provë detyrimit të kanunit.
Njerëzit e përfshirë në gjakmarrje jo vetëm që humbin baban, burrin, djalin apo vëllain e tyre, por si në një rreth vicioz me 10 individ të afërm të tyre në frikën e pasigurisë për jetën, humbasin lirinë e lëvizjes, të drejtën për të punuar, për të ushqyer familjet e tyre, të drejtën elektorale, si dhe fëmijët që humbasin të drejtën për t'u arsimuar. Por kush është shteti? Të gjithë akuzojnë shtetin, por nga vjen ky shtet? Kush e bën shtetin? U fol për mungesën e shtetit, por unë do të theksoj që shteti jemi ne të gjithë që mund të japim kontributin për të përmirësuar situatën, duke dhënë shpresë për 1 vjeçarin e ri. Sigurisht që përgjegjësit e shtetit duhet të jenë të qartë, ai duhet të ndërhyjë, të spastrojë, por kur thuhet se nuk ka shtet, gabohet. Sepse Shqipëria ekziston dhe shteti jemi ne të gjithë. Mbi të gjitha kemi Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Duhet gjetur një strategji, një mënyrë për ta mbyllur një herë mirë këtë plagë të vjetër. Në një takim me intelektual, akademiku Recep Qosja tha: "Në Shqipëri gjej mosdurime të ndërsjellta, madje pasione hakmarrëse që e brejnë Shqipërinë për brenda, që do psojnë energjinë morale të popullit. A nuk është parë çmimi i shtrenjtë që i kemi paguar hakmarrjes? A thua nuk janë parë tragjeditë që na ka sjellë gjakmarrja? A thua se është harruar se gjakmarrja ka çelur më shumë varre në tokat shqiptare se sa në luftrat që populli shqiptar ka bërë gjatë shekujve? E sotmja që kërkon integrim dhe zhvillim shtron pyetjen: a jemi kaq shumë sa meritojmë të vetë vritemi?" Roli i shkollës. Shkolla është një ndër qendrat kryesore të bashkëjetesës në shoqëri. Si e tillë, në njërin anë tjetrën formë brenda saj shfaqen të gjitha dukuritë e bashkësisë ku ndodhet, qofshin me vlerë për shoqërinë, qofshin dukuri të dëmshme. Edhe gjakmarrja si dukuri shqetësuese 10 vjeçarit të fundit shfaqet në jetën e shkollës. Si institucion i specializuar i mësimit dhe edukimit, shkolla nuk mund të hesht e të mos merret me një problem kaq të mpret, në radhë të parë me brezat e rinj që janë viktimë e më pas mbartës së kësaj ndjenje e cila pengon emancipimin shoqëror, zhvillimin në tërësi. Shkollat kanë një rezatim të dukshëm në jetën sociale, në mënyrë të veçantë shkollat e mesme si dhe shkollat e larta. Shkolla bashkon të rinj në shoqëri dhe miqësi me njëri tjetrin. Vrasje, djegje, vënie dinamiti, presion psikologjik, strese të pafundme të fëmijët, adoleshentë dhe të rinj, të gjitha janë produkti i kësaj plage. Të vjen keq që zbrapset pushka e shqiptarit nga vetë shqiptarët në trup të shqiptarëve. Për minimizimin e këtij fenomeni, krahas masave parandaluese që duhet të marrin institucionet përkatëse, do të ishte krejt e domosdoshme që problemi të futet edhe në programet shkollore. Qëllimi është që fenomeni i gjakmarrjes të mos trashëgohet tek brezat më të rinj, për ta kthyer atë në mendësi, sipas të cilës gjaku mund të lahet vetëm me gjak, sepse duhet të jenë vetëm organet përkatëse që duhet të marrin vendimin e duhur për dënimin e fajtorit të një vepre penale. Gjithë veprimtaria e shkollës mbetet në edukimin e mirëkuptimit në shoqëri, të respektit për njëri tjetrin, të miqësisë si tipare të një shoqërie demokratike. Një vend të rëndësishëm zë puna për njohjen me konfliktet, me përmbajtjen e tyre, si dhe rrugët për zgjidhjen e tyre, duke shmangur konfliktet që shndrohen në burim të marrëdhënieve jo të drejta, deri në qëndrimet armiqësore me moshatarët dhe me gjithë shoqërinë. Vështrimi për to bëhet në 2 drejtime. Së pari të nxitet veprimtaria e nxënësve për të mbajtur qëndrimin parimor në shoqëri, për të qenë kërkues në jetë, për të këmbgulur në mendimin e drejtë se çdo individ mund të gjejë zgjidhje nëpërmjet diskutimit dhe ballafaqimit të çdo dukurie që mund të lindë në jetën e përditshme. Dhe së dyti të shmangen konfliktet si burimi i qëndrimeve jo të drejta në marrëdhëniet me shokun, mësuesin, prindin e të tjerë. Ç'duhet të bëhet me fëmijët e ngujuar? A duhen lënë ata në terrin e paditurisë? Një nga drejtuesit e shoqatës Drejtësi dhe Paqe e njohur në Shkodër, për ndihmën e dhënë në fushën e paqes dhe të mirëkuptimit shpreh: "Qëllimi ynë i parë ka qenë që të paksojmë sa më shumë që të jetë e mundur ndjenjat e hakmarrjes dhe gjakmarrjes tek fëmijët, të shmangim ata nga procesi i kriminalizimit." Misioni i pajtimit në Shkodër propozon grumbullimin e këtyre fëmijëve në bazë fshati apo lagjeje dhe bashkimin me fëmijë të tjerë që nuk i kanë këto probleme, si një metodë efikase për t'i çliruar nga ankthi, stresi dhe frika. Drejtori i një shkolle 9-vjeçare në lidhje me format e arsimimit të nxënësve që kanë braktisur shkollën shprehet: "Emisionet e veçanta në radio dhe veçanërisht në televizion, me elemente të kombinuara mësimdhënieje dhe argëtimi, do të shërbenin shumë për edukimin dhe nxjerrjen e këtyre nxënësve nga gjendja e rëndë psikologjike." Vetëse që këto emisione të kenë efektivitet, duhet të kombinohen me punën e mësuesit në shtëpitë e tyre, që jo vetëm t'i ndihmoni, por edhe t'i kontrolloni nxënësit.
Mendimet e drejtuesve të shkollave, mësuesve, nxënësve dhe prindërve theksojnë rolin e pazëvendësueshëm të punës së mësuesit, të komunikimit të drejtë për drejtë të tij me nxënësit, me mjediset familjare në pamundësi të funksionimit të shkollës.